Dita botërore kundër duhanit shënohet çdo vit më 31 maj, duke shërbyer si një nismë globale për të rritur ndërgjegjësimin për efektet e dëmshme të përdorimit të duhanit, e themeluar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në vitin 1987. Kjo ditë thekson rreziqet shëndetësore që lidhen me duhanin dhe promovon veprime për të arritur një botë pa duhan. Dita botërore kundër duhanit është një nga 11 fushatat zyrtare globale të shëndetit publik të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kjo ditë luan një rol vendimtar në nxjerrjen e pak të rreziqeve të rëndësishme shëndetësore që lidhen me përdorimin e duhanit, i cili është përgjegjës për më shumë se 8 milion vdekje në vit në botë, duke përfshirë afërsisht 1,2 milion vdekje që vijnë nga ekspozimi ndaj tymit të dorës së dytë. Për vitin aktual 2025, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe përfaqësuesit e shëndetit publik nga e gjithë bota do të bashkohen në moton të japin fund taktikave manipuluese të industrisë së duhanit dhe nikotinës për ekspozimin e produkteve të saj. Për më tepër, Dita botërore kundër duhanit hedh dritë mbi strategjitë e përdorura nga industria e duhanit për të tërhequr dhe mbajtur përdoruesit, veçanërisht në mesin e të rinjve. Duke ekspozuar këto taktika, synohet kundërshtimi i ndikimit të industrisë së duhanit, duke synuar përfundimisht të mbrohen brezat e ardhshëm nga efektet e dëmshme të tij. Respektimi i ditës botërore kundër duhanit mund të përfshijë aktivitete të ndryshme që synojnë promovimin e lënies së duhanit dhe rritjen e ndërgjegjësimit për rreziqet e përdorimit të duhanit. Ofruesit e kujdesit shëndetësor shpesh ofrojnë edhe burime e mbështetje për ata që kërkojnë të lënë duhanin.